Në pjesën më të madhe të mediave në Serbi, në orat e para pati një heshtje të pashpjegueshme. Kogjan jo një vit ka qenë më herët që është pregatit tereni për këtë sulmin që ka ndodhur në Banjsk. Po të analizojnë në mënyrë profesionale raportimet gjatë sulmit të Banjskës, është të qartë që kishte edhe një plan të dezinformimit të opinionit. Analizimi i përmbajtjes së publikimeve të asaj dite dhe ditëve në vijim konstaton disa fakte shumë të rëndësishme dhe shumë shqetësuese. Në pjesën më të madhe të mediave në Serbi, në orat e para pati një heshtje të pashpjegueshme. Trendet e publikimeve në ditë tregojnë që dezinformatat e para nisën të prodhoheshin në gjuhën shqipe, pra jo në gjuhën serbe. Gjatë gjurmimit tonë, kemi konstatuar se dezinformata e parë nis të publikohet në orën 9:08 minuta. Aty, verifikuesit e fakteve konstatuan se në media në gjuhën shqipe ishte publikuar lajmi se pas vrasjes së policit Afrim Bunjaku, KFOR-i kishte marrë kontrollin në Banjsk. Normalisht ky lajm i rrem konstatonte në mënyrë shumë perfide që shteti i Kosovës kishte kolapsuar dhe KFOR-i duhet të merrte kontrollin në zonë. Mesazhi i rrem se KFOR-i mori kontrollin do të pasojë me mesazhet e tjera të rreme. Brenda asaj dite, gjurmuesit e dezinformatës do të konstatonin një trend të rrem të rritjes së numrit të viktimave. Gjatë ditës, në 10 platforma në gjuhën shqipe u publikuan mbi 100 përmbajtje të pavërteta, të cilat në mënyrë artificiale e rritën numrin e viktimave. Në të njëjtën kohë, ky mesazh do të transmetohej edhe në televizione, duke rritur numrin e të vrarëve deri në 11 persona. Zakonisht, duke përdorur si burim disa influencerë. Në ndërkohë, lajmet e rreme vazhduan të plasoheshin edhe për situatat e tjera. Shembull, dezinformata synoi që ta sulmoj versionin zyrtar të policisë së Kosovës, i cili pretendonte dhe kishte konstatuar me prova forenzike se polici Afrim Bunjaku është vrarë me minë të telekomanduar. Një dezinformat synoi që ta sulmoj këtë version zyrtar, duke pretenduar që Afrim Bunjaku ishte vrarë nga një predhë e hedhur nga një zoll. Hulumtimet e mëveshme do na tregonin se kishte një plan që nëpërmjet influencerëve i gjithë grupi i Banjskës të shpallej si një grupim qytetar e jo grupim terrorist. Hulumtimet e mëveshme do nxjerrnin në pa se të paktën njëri nga influencerët, i cili është i komunitetit shqiptar, ishte financuar direkt nga strukturat paralele të Serbisë, të cilat kishin operuar ilegalisht në Kosovë. Kemi raste të shumta kur narrativa dezinformuese e prodhuar në Beograd ose nga ana e Kremlinit përfundon e paketuar dhe publikuar në gjuhën shqipe nëpër portale të njohura ose sidomos nëpër faqe të krijuara që shpërndajnë kontent shqip. Dhe këto ose i bojnë me vedi ose pa vedi. Nuk po du, sepse nuk kemi bojnë e analizme e po nëse ka ndonjë përfitim financiar për tyne direkt për shpërndarjen e këtyre informacioneve. Mirë po kemi pa lajme të tilla që publikohen edhe nëpër mediat në gjuhën shqipe. Mirë po ajo që është më e rëndësishme është që çështja e nxitjes së dezinformatave ndëretnike shpesh herë bëhet pa vedi për shumë portaleve në Kosovë, duke synu që me portretizu ushtrin ton shumë të fort, që na jena të ju armatos për me luftu Serbët, që për me luftu Vučićin, që kinë se kur të blendi që ka Kosova na armatim, i qojnë selam Vučićit, që kjo nuk është të vërtet. Sepse shtetet, kur armatosën, kur të blenë armatim, jenë çështje bazike për sigurinë e tyre. Kjo ka qenë e shprehun kogjan jo një vit ka qenë më herët që është pregatit tereni për këtë sulmin që ka ndodhur në Banjsk. Pikërisht është në vitin, më zgabofsha, në 2022 ndodhi Banjsk apo jo. Një vit më herët në shtator të 2021-s, Vučići ka marrë një fjalim në parlamentin e Serbisë, në cilën pa thënë që në veri janë njerëz me uniforma, që gratë po i përshëndesin, njerëzit janë të gëzuar që ata do të binë lirinë e kështu me radhë.
mjafton të kenë informacione që u ashton atyre bindjen se nuk mund të jetojnë bashkë. Edhe që të marrë informacione që shteti i Kosovës është me dy par standarde karshit e dyve, sepse edhe pse ishim shumicë, për vitet të tëra, shumica shqiptare në Kosovë mund të ketë fituar bindjen se mund të jetë rrezikuar nga pakicat tjera etnike, posaçërisht nga pakica serbe për shkak të Serbisë në veri. Dhe pastaj edhe rreziku tjetër i këtyre dezinformatave është se ne kemi një sër komunitetesh tjera të cilat janë aty dhe janë pothuajse të padukshme për shkak të këtij fluksi të madh të informatave, dezinformatave që qarkullojnë për serbët dhe për shqiptarët dhe për serbët dhe për shqiptarët, ndërkohë që ke bosnjak, ke turq, ke ashkali, ke rom, e të tjerë të cilët janë qytetarë të barabartë të këtij vendi dhe të cilët po ashtu do duhet ta kishin vëmendjen, por edhe hapësirën publike dhe mediatike për identitetin e vet, në mos jo vetëm për problemet e tyre.